Përshëndetje të dashur demër, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është udhëkryqi. Të dashur, ndodhesh në një pikë ku duhet të marrësh një vendim. Nuk mund të vazhdosh më në të dy rrugët, dhe dua dhe s'dua, dhe bëj dhe se bëj dot, apo pak a shumë kështu. Ky letër simbolizon zgjedhjen të dashur demër, dilemat, ndarjen e rrugëve ose mundësitë e shumta. Ajo të flet drejt për drejtë, tani është kohë të zgjedhësh, jo të mendosh pafund. Në marrëdhënie, kjo letër do të thotë, ti po e ndjen që diçka duhet të ndryshoj. Mund të jetë një lidhje ku s'je më e sigurt për vazhdimsinë, duhet të vendosësh, do të rish apo do të largohesh, do luftosh për këtë apo të çlirohesh, thotë prapë të largohesh. Në karrierë, punë, ka më shumë se një mundësi përpara teje, thot letra, por po vonon vendimin nga frika për të gabuar. Ky letër të dashur demër ju thot më shumë dëm të bën çndrimi pezull pa bërë asgjë se sa zgjedhja e gabuar. Në jetën personale je në një moment kur duhet të marrësh përgjegjësi për drejtimin që do të marrësh. Edhe nëse të tjerët nuk të kuptojnë, rruga që të pret do të bëhet e qartë vetëm kur të hecësh mbi të. Pra, zgjedhja jote e ardhshme do të formojë, të dashur demër, mos bëj më frikë, bëj me vetdije. Rruga nuk është ajo që të ofron më pak rrezik, por ajo që të ndihmon të jesh i vërtet me veten tënde dhe të bësh zgjedhjet e duhura.